Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 12 mars të 2025. Është një ditë e veçantë, një ditë që dëlozi një rol shumë të rëndësishëm në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime dhe jo vetëm. Po të kuptoni arsyen dhe çfarë ndodh, do kuptoni edhe shumë gjëra më vonë. Çfarë ka kjo ditë dhe ku do të keni vëmendje dhe pse përfitoni? Formohet lidhja e Mërkurit me Afërditën e retrograd në Dash, një kënd pozitiv për kontakte, diskutime, udhëtime, por qartësisht me ndikime të mëdha në çështje ekonomike financiare. Megjithatë, ka mundësi që të takoheni me njerëz shumë të rëndësishëm, ose të bisedoni me njerëz të ndryshëm, ndikojnë pozitivisht. Shenjat e zjarrit, sepse më thoni juve për shkak do të bëj takim kur do takohemi thua XY filanor. Është e gjithë dita e mirë. Shqiptarët që kanë ndikim, kanë dashi luanët të 10 diqit, të parë dhe të tretë, ose ata që kanë ascendente. Në të njëjtën ditë kemi diell Saturn, ky kënd është mjaft i rëndësishëm, pasi Saturni tregon gjithmonë përgjegjësi, disiplinë, realizëm dhe ndikime të tjera. Shenjat e ndryshueshme janë të ndikuara binjakët zyrgjeresha shqiptare, peshqit të 10 diqit të tretë, dhe ata që kanë ascendente në këto shenja. Edhe pse mund të kenë një ndikim mbas dite, kjo do të thotë që kjo lidhje tregon që nëse ke gabime ose gabon të qorton, të dikton dhe ti je gati të përgjigjesh gjithçkaje dhe të jesh i qartë për të ardhmen tënde. Pra ka shumë gjëra për të realizuar në një kohë. Para se të filloj me parashikimin e kësaj date, pra datës 12, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar. Dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, atëherë jeni gati, duke dërguar mesazhin tek sekretaria atje, jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype'it. Por juve që doni që në kohën që jemi live, të merrni një përgjigje live, mund të dërgoni SMS nëse te ky butoni këtu e keni klikuar, keni bërë subscribe, butonin e zilës, të gjitha, dhe mund të dërgoni mesazhe dhe të merrni live përgjigje. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Shenja e dashit nga përfitimet e kësaj dite, paraditja sidomos e ditës së Mërkur, ku jep shumë gjëra, shumë ndikime, shumë ndryshime, mundësi, vendime, edhe pse këto kënde që bëjnë, sepse kemi të bëjmë, mos harrojmë se kemi Afërditën në retrograd, dhe kjo ndodh tek juve. Dhe lidhja e Mërkurit me Afërditën, ku tregon pozitivitet, mundësi, rëndësi. Por nëse kemi të bëjmë me kuletën dhe na pëlqen diçka duhet ta blejmë sot, prishim disa ekuilibra të tjerë për nesër, se nuk do kemi mundësinë për të bërë një blerje të rëndësishme. Dhe kryesisht paraditja kërkon kohë dhe përgjegjësi, llogari. Në anën e dashurisë, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me bricat është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Dem të dashur, guvernatori juaj është në retrograd në shenjën e Dashit, ku pak a shumë ndikoni në ekonomi, lidhje me paran. Lidhje me paran nuk jeni fort aty ku duhet, sepse plotësimi i dëshirës, ndryshe çfarë dëshiroj unë, por ndryshe çfarë unë kam mundësi të ofroj. Janë dy gjëra të kundërta. Por dëshira me mundësinë mund të bashkëpunojnë. Sepse një i tretë mund ndihmojë në këtë aspekt. Dhe kjo mund ndodhi paraditës. Se pas dite kemi një ndikim planesh, shtyrje planesh, ose mund keni dhe diçi tretë. Por gjithçka është favorite. Dhe kjo nuk mund të mohohet. Në dashuri jeni pak fajtor, jeni fajtore. Jo ka fajnë vetvetja nga njëri, jeni shumë të mirë, jeni shumë të ëmbël, por jeni shumë të hidhur drejt mori.
këtu e prishit pak të rezin ju. Sepse vërtet demi është kokë fort, edhe derisa ti dale vetja, e atëherë thot, çau bë? E punë e madhe që u bë, thua. Po u bë, po u prishë me tjetrin, dash në fushë të punës, dash në karrierë, dhe tjetri e di se i nevrike. Pra, ka dy gjëra kryesore në këtë aspekt. Por gjithsesi, kjo ditë është e mirë, ti kujdes mbas dite. Mos mu trazoni shumë këto gjëra, se ka të bëjnë shumë për juve të kësaj shenje dhe është pak ajo besueshmëria që ka keni në shpirtin tuaj. Në anën shpirtërore, lidhet që kanë bënë me ujorë shqiptare. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Për sa përket binjakëve, me qenë se binjakët duket se lidhja që formohet tek peshqit, ky kënd që formon diell Saturn, dielli nga njëra anë ndryshon, vepron, redukton, kurse Saturni në anën tjetër mundson dhe drejton, sepse është mësuesi i universit. Gjithmonë ka një po në anën e punës dhe karrierës. Edhe pse ndodhin jeni tek shenja e ndryshueshme, ka ndikim mbas dite, mbas orës 16. Pak vëmendje në çështje që lidhen me kontratat, nëse nuk e bëni para dite është mirë, deri në orën 12:20, 12:20, deri në mbas asaj ore lërni për ditë tjetër. Mos u nxitoni sepse do prishni disa ekuilibra që do mërziteni pastaj dhe nuk shkon atë ku duhet. Meqenëse çështjet që kanë bënë ku preken binjakët të 10-3, shet e ndryshueshme pra, që kanë bënë me virgjë shqiptare dhe peshponese, flasin për të binjakët, ka një ndikim mjaft të madh në këtë aspekt. Pra ne keni kujdes mbas dite. Gjithsesi, largoni debatet në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me virgjë shqiptare. Shkojmë tek shenja e radhës, që është gaforja. Gaforja dashura, mirësi nuk ka, luma i që ka. Juve e keni. Ndryshoj se dua vetë, thoni, po nuk dëgjoj të tjerët sepse thonë do ndryshoj. Dhe mundësitë që jepen tani, momenti që ka të bëjnë tani, është periudha, koha ideale, momenti ideal, sepse zgjidhja e problematikave nga më të ndryshme dhe është një moment shumë i mirë tani, për sa i përket çështjeve që lidhen me juve në fushën e punës, në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve të mëdha, dhe keni një moment mjaft të mirë ku mund bëni bisedime, mund bëni gjëra që më përpara ishte vështirë të ndodhin. Edhe pse kemi dhe 2 ditë nga eklipsi hënor, që bën që ndikohet shumë edhe ndikimi që ka të bëjnë, por gjithsesi juve keni një ndikim sepse është guvernatori juaj hëna dhe kjo ju ndikon nga tani. Prandaj keni kujdes nëse ju flet dikush ose me ironi kemi qef ne, 90% të njerëzve sepse na vjen inat për diçka, por ne duhet jemi shumë kujdesshëm për atë që e bën të gjë. Ne jemi të kulturuar për veten tonë, nuk jemi të kulturuar për tjetrin. Ne jemi vetvetja, nuk jemi se duan tjetrit jemi mirë. Po ditë më mirë neve veten tonë ku jemi, do mund të ndihmojmë dhe tjetrin që është ajo që thash pak më parë. Por gjithsesi, çështjet e vendimit që mund merret janë pozitive për juve të kësaj shenje. Ana shpirtërore me peshk pak familje. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë luanët. Luanët, dashur, është një moment dhe një periudhë ku gjërat mund të diktojnë, mund të ndryshojnë, nga do që të vinë gjërat, sido që të arrihet, sepse ju e jeni shumë të kulturuar dhe shumë ndikime, por duke u punësuar në një punë të dytë, të keni përfitime në fushën e biznesit dhe të ekonomisë. Duket se ka të bëjnë me një ndikim shumë të madh, nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 11 mbyllni takime të rëndësishme. Për një kohë tjetër, nëse nuk e bëni sot, nesër, se një ditë parë bën parashikimin pra, që të kuptoni. Por gjithsesi, kjo periudhë është një periudhë mjaft pak a shumë e lodhshme, por në fund do shikohen shumë gjëra. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me akrep shitalia. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë virgjëresha. Çfarë ndodh me virgjëreshën dhe ku virgjëresha ka të bëjnë shumë me një çështje madhore ekonomike,
edhe pse mbasditja diell Saturn që ndodh në punën dhe në vendime që merren, duhet pasur pak kujdes se formohet tek peshqit. Formohet tek peshqit, ju keni përballë peshqit. Dhe kështu që bëni kujdes nga ora 4 mbasdite deri në orën 25, 25 është kjo periudhë, 4 mbasdite, pra në orën 16:30, nëse do ta marrim kështu, do të ketë një të vëmendshëm për çështjet të bëjnë me kontrata, ka të bëjë me dashurinë, ka të bëjë me bisedime për dashurinë, ose të lini një takim, ose të lini diçka që ka rëndësi për më vonë. Bëni kujdes, për një paradite. Paraditja është idealja dhe keni mundësi për ta realizuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me peshk është idealja. Shkojmë tek shenja radhës, janë peshorja. Për ju shenjës së peshores, ju jepet një mundësi, një çështje e rëndësishme se shenjat e ajrit kanë atë mundësinë e tyre tani në këtë periudhë. Edhe pse të dhjetë të tretë që kanë ndikime, kanë favorizime, sa mundësi, por gjithsesi peshorët duhet kenë kujdes në takime ose firmë ose dokumenti për ditën e sotme në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gafore dhe me ujore është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Akrepi është mundësia, është mbrojtja shpirtërore dhe vazhdimësia të ardhmes. Paraditja është perfekte, mbas orës 16:30 deri në orën 19 kujdes, vazhdimësia pastaj është mirë sepse mund bisedoni, mund gjeni gjëra që nuk keni zgjuar më përpara, është një moment mjaft i mirë dhe koha ka treguar që ja vlen për gjëra të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me ujor është idealja. Shkojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Shigjetarët dashur, një moment që është tani, mund të jetë momenti më i artë për sa përket punës suaj, për sa përket ndryshimeve dhe bisedimeve. Bisedimet bëni mbas orës 7 të mëngjesit deri në orën 11:05. Unë them për këtë ditë, sepse po ta vini re, gjitha shenjat, them disa orare, jo gjithmonë to. Edhe ndikimin e hënës, ndikimin e planetave që ka të bëjnë mundësi që ju jepen, por është një periudhë kjo që kërkon vëmendje vetvetiu. Në punë dhe në karrierë, prandaj deri në orën 11:30 është mirë, 11:03, në ora 7 të mëngjesit. Pastaj mbas kësaj ore, larg kontratave, larg gjërave të mëdha. Bëni çfarë doni para se më shtuaj, nëse keni mbyllur më përpara shumë rëndësi, por pikërisht të ditë firmoset nuk është mirë. Prandaj bëni pa kujdes. Në çështje që lidhen me anën dashurisë, virgjëresha dhe peshqit janë ideal. Shkojmë tek shenja e radhës, janë bricjapët. Bricjapi udhëheqësi kryesor i ekonomisë dhe lokomotiva e punës. Bricjapët shquhen shumë për ekonomistë, shquhen shumë për menaxhim biznesi dhe governator të shkëlqyer. Edhe nga sot ju fillon puna juve paradite. Keni lënë një takim në orën 11. S'ka problem se shtyhet, se ka për të shtyrë. Në mos ju them që keni marrë 2-3 orë përpara, dhe shikoni edhe vetë, ju pastaj thotë ju, s'ka mundësi u bëri vetë ndodhi këto gjëra. Por ja pa ndodhin. Por ju jeni në vende kyçe. Flasin çfarë duan njerëzit, pak rëndësi ka. Ju jeni në kohën e duhur. Në çështje shpirtërore, vëmendje me gafore. Shkojmë tek shenja e radhës, janë ujorët. Për ujorën, në fakt, mund të flasim gjithçka, mund të themi për gjithçka, por ujorët do të bëjnë kujdes tek puna e tyre. Nga ora 10 deri në orën 11:05 është një orë e mirë për bërë takime dhe bisedime. Kurse në dashuri, me luan dhe peshore mos u ndani se është koha më e mirë e mundshme për stabilizim. Shkojmë tek peshqit. Për sa i përket shenjës së peshqive, peshqit duket se e kanë shumë të rëndësishme ekonominë dhe stabilizimin e saj. Vjen një moment i artë, edhe pse kjo ditë që ka të bëjnë në lidhje me takime, lidhje me vendime, lidhje me mundësira, lidhje me ndryshime, por me qenë se ndikimi diell Saturn ndodh në shenjën tuaj, por kjo ndodh mbas dite dhe paraditja është e mirë për ditën e parë dhe ditën e tretë. Ditën e dytë shtyhet pak, se keni ca gjëra që doni të rregulloni ju, por nuk ka problem se e zgjidhni. Kurse të ndikimet që kanë bëjnë, mundësi që ju jepen, nëse keni mbyllur më përpara takime, nuk ka problem kjo. Mund të zgjidhni gjëra siç doni juve pastaj, sepse gjërat janë pozitive dhe mundësi të reja që do t'ju jepen. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me bricjap dhe me gafore është idealja. Pak vëmendje me akrep të 10 ditë të parë. Këto ishin pra pak a shumë
për sa i përket kësaj date të rëndësishme e mahnitshme të datës 12 mars të 2025. Para se ndajmë bashkë, pikërisht kjo faqja roz ju vjen në ndihmë për çdo paketë që ju dëshironi, e zgjidhni, e shikoni dhe duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, bleni paketën, shkoni në sekretaria, e klikoni dhe jeni gati që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni çdo video në kohën që jemi live dhe kërkoni të dërgoni mesazh, jemi live, të merrni përgjigje. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e pëlqeni, bëni subscribe, butonin e zilës, të gjitha dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin e radhës. Nga unë Njëri Pulla, mbarësi dhe shëndet ju uroj. Gjithë mira.